Mbrëma të nderuar teleshikues, erdhëm në emisionin e radhës Alo Policia, Siguria në Fokus, si çdo të premte, ora 20 deri në orën 21 në Fax News nga unë Fatin Sofa. Sot po trajtojmë një temë me interes për faktin që jemi në verën e 2026-s, është një verë në monitorim trafiku, zjarret dhe siguria në turizëm. Për herë të parë në gjithë këto vite kemi një vëmendje të shtuar dhe një vëmendje të veçantë të gjitha institucioneve, përfshirë ministrin e brendshëm, drejtorin e përgjithshëm të policisë, drejtorin e mbrojtjes nga zjarri, drejtorin e emergjencave, drejtorin e shërbimeve të ambulancave. Pra ka pasur të gjitha këto institucione bashkë për trajtuar pikërisht e problem çfarë do të bëjmë me sezonin turistik, por njëkohësisht edhe për zjarret, parandalimin ndaj tyre, edhe për aksidentet automobilistike, të cilët kanë tronditur vendin dhe sigurinë e vendit. Sot kam nderin të kemi në studio dy personalitete profesionist, zotin Arben Cara, drejtori i MZSH-s, mirëmbrëma. Faleminderit që jeni sot në këtë emision. Dhe Zak Topuzi, kryetari i shoqatës së hotelerive dhe të turizmit. Mirëmbrëma, Zak. Faleminderit që jeni sot në këtë emision. Drejtor, po përfitoj nga rasti që të paktën në faqen tuaj zyrtare të MZSH-s, por jo vetëm tuaj, por edhe të ministrit brendshëm, ka pasur një publikim të një takimi të bërë sot, kur gjitha këta institucione që unë përmenda më parë janë bërë bashkë. Në fjalën e tij, zoti Besfort Lamallari ka thënë: ne do të vijojmë, po e citoj, ne do vijojmë të investojmë në modernizimin e kapaciteteve, përmirësimin e kushteve të punës dhe mbështetjen për çdo efektiv që i shërben vendit me dinjitet. Pse e citova këtë gjë? Sepse shërbimet e mbrojtjes nga zjarri janë të shtrira në angazhimin e tyre gjatë gjithë vitit, por në veçanti kemi parë atë përplasje edhe atë lloj sakrifice të jashtëzakonshme me ato kushte që ato kanë në përballjen e zjarreve, kryesisht në pyje dhe në zonat e tjera të banuara. Zjarret këtë vit për fat keq na kanë ndodhur edhe në pallate, edhe në apartamente, edhe në zonat e tjera të cilat kanë rrezikuar jetë njerëzish. Por përsëri në ato kushte, me atë teknologji që keni, puna juaj profesionale ka qenë vërtet për t'u vlerësuar. Çfarë u tha në këtë takim dhe kush është plani i qeverisë, i ministrisë në tërësi dhe juaj në raport me sezonin turistik, por edhe në raport me zjarret të cilët në verë janë gjithmonë më të ekspozuara edhe nga zjarrvënësit. Faleminderit, atëherë po nis nga fjala e ministrit të brendshëm, zoti Lamallari, i cili thekson që në radhë të shërbimit zjarrfix do ketë investime për rritjen e kapaciteteve, për sa i përket modernizimit të flotës zjarrfixe, por jo vetëm edhe pajisjeve dhe infrastrukturës. Kjo vjen si pasojë vëmendjes së qeverisë që ka ndaj shërbimit zjarrfix, ku janë planifikuar të blien rreth 130 automjete zjarrfikse sipas kërkesave të bashkive në nivel vendor. Siç dhe dihet, ka 10 vite që shërbimi zjarrfiks, mbi 10 vite që shërbimi zjarrfiks është i decentralizuar pranë bashkive, gjë e cila bën që ky shërbim të investohet ligjërisht nga vetë kryetarët e bashkive në infrastrukturë, pajisje, mjete dhe logjistikë. Por qeveria ka pasur vëmendje ndër vite shërbimi zjarrfiks duke investuar jo vetëm drejt për drejt nga buxheti i saj, por edhe nga projekte të ndryshme siç janë ai TAP-i, UNDP-a, dhe projekte të tjera të IPA-s, gjë e cila ka bërë që në shumë qytete të vendit të ketë investime në infrastrukturë. Pra kemi pasur ndërtimin e stacione zjarrfikse që janë rreth 4-5 stacione zjarrfikse në disa qytete të vendit që janë ndërtuar nga këto projekte, por jo vetëm janë marrë ato mjete të reja zjarrfikse, janë marrë kontinjere me pajisje speciale që shërben për tërmetet, aksidentet rrugore, uniforma, janë kryer trajnime nëpërmjet këtyre projekteve, ku janë trajnuar qindra zjarrfiks nëpërmjet këtyre projekteve. Dhe kjo është dhe ajo çfarë ka dashur të thotë dhe Ministri i Punëve të Brendshme, që vëmendja e qeverisë përveç investimeve që janë kryer nga gjithë organizata, nga vetë vendorët, por edhe qeveria, do të bëhet një investim tjetër nga vetë qeveria në blerjen e 130 automjet. Ka filluar tashmë ky proces. Më parë, siç dhe ju e dini, keni ndjekur që është miratuar edhe një VKM për sa i përket blerjeve të automjeteve të shërbimit zjarrfiks nga Ministria e Mbrojtjes. Kjo vlen për të theksuar që Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, ku zoti Çaku ka qenë pjesë e takimit që ne kemi zhvilluar sot me strukturat e drejtuese të MZSH-s të 61 bashkive, ka
akorduar rast pas rasti fondet e deleguara për bashkitë për të blerë automjete dhe jo vetëm por edhe pajisje që shërben si për zjarret në pyje, aksidente rrugore, por edhe ato në zjarret në mjediset ndërtimore, pra ato mjediset e banuara. Automjetet që do të merren të kujt prodhimi janë, sepse ato ketë një harmoni midis mjeteve që ju keni dhe mjeteve të reja, sepse vështirësitë ne të dy jemi profesionistë dhe e dimë që përshtatshmëria e pajisjeve, nëse ato përshtaten apo jo, me bazën që ka sot shërbimi i mbrojtjes nga zjarri. Patjetër që mjetet do të merren me specifikime të veçanta që të përshtaten me të gjithë mjetet që sot ne disponojmë, por jo vetëm edhe me sistemet e mbrojtjes nga zjarri dhe eksploatimi që janë të shpërndara nëpër qytete, siç janë sistemet hidrike që janë shumë rëndësishme që mjetet zjarfikse të kenë një përshtatshmëri në lidhje me sistemet hidrike dhe jo vetëm por edhe sisteme që sot aktualisht gjithë godinat, pra kryesisht subjektet dhe godinat shumëkaqe marrin për sa i përket mbrojtjes nga zjarri, sepse nëse ne nuk do të përshtatnim mjetet zjarfikse me godinat dhe me sistemet hidrike, atëherë do të ishte një dështim total, sepse një mjet që nuk përshtatet dhe nuk është funksional nesër nëse do kemi një ngjarje dhe do përballemi me të. Zoti Topuzi, ju gjithmonë keni qenë aktiv në statuset tuaja, jo vetëm në rolin e një drejtuesi të një shoqate për hotelerinë dhe turizmin, por edhe në statusin e një personi që vjen me një formim caktuar profesional dhe pas herë ngren shqetësime që janë shumë nevojshme për mbarvajtjen e turizmit, duke ngritur problematikat ndryshme që kanë. Çfarë presim nga ky sezon dhe a është gati Shqipëria për këtë sezon që ne sapo ka filluar, sepse ne jemi në gati fillimi qershorit dhe për pak themi që jemi në sezon. Tashmë u bëm të vjetër edhe në turizëm, pothuajse nuk ka më probleme, të paktën nga sektori privat. Është ajo rutinë e zakonshme, tani turizmi fillon që në mars, prilli është i fuqishëm dhe pothuajse ka një shtrirje gjithvjetore, janë krijuar disa pole të rëndësishme si Tirana që përpunon gati gjysmën e turistëve që vinë në Shqipëri për shumë arsye dhe për arsye në aeroportit të vetëm dhe disa pole tjera si Korça, Shkodra apo Vlora që arrin të sigurojnë një turizëm gjithvjetor dhe kjo e ka bërë që turizmi në Shqipëri pak a shumë të vazhdojë me të njëjtin trend. Nuk jemi më me ato treguesët e rritjes 15-20% si ç'kanë qenë vite përpara. Tash është stabilizuar dhe është diku 6-7% sa është rritja mesatare e turizmit në Europë. Mos harrim që Europa është një nga zonat më të rëndësishme për turizmin botror, pavarësisht se ka 7-8% sipërfaqes globit, përpunon gjysmën e 52% gjithë turistëve të botës. Mesdheu është më i rëndësishëm se përpunon 1/4 e gjithë turistëve të botës. Prandaj ne kemi shansin që të përfitojmë nga industria turistike, të kemi mundësi që të sigurojmë sa më shumë të ardhura nga turistët që vinë, pavarësisht se pjesërisht turistët janë pjesa më e madhe rajonal, pra gati gjysmën e përbën Kosova, pastaj pjesën tjetër e përbën shqiptarët me origjinë, domethënë shqiptarët që jetojnë jashtë kryesisht në Europë, por dhe shqiptarët që janë me origjinë shqiptare nga Malizia apo Maqedonia e Veriut, të cilët e frekuentojnë Shqipërinë jo vetëm si për turizëm, por edhe për mënyrë të kalimi, pra edhe për turizmin tranzit, pasi rrugët hyrëse dalëse të Shqipërisë janë detyrueshme për ata, sepse pjesa më e madhe e turistëve që vinë në Shqipëri vinë në rrugë toksore, pra 76% e turizmi vinë në rrugë toksore, hynë në kufirin tonë në rrugë toksore, vetëm 29% janë në rrugë ajrore, që janë gati trefishuar 3 vjet të fundit, dhe vetëm 4% janë në rrugë detare. Kështu që intensiteti i qarkullimit të këtyre turistëve është shumë i madh në rrugë. Ne ishim përgatitur për 10 milion turistë në vitin 2030. Tani flasim për
12.4 milion turistë në vitin 2025, kështu që përgjithsisht na zet pa përgatitur, pra ne nuk jemi akoma gati me infrastrukturën rrugore, dhe kjo është ndoshta pika më e rëndësishme që ngrihet në shqetësimin e turistëve, pra dy janë pikat më të rëndësishme. Lëvizja, bllokimi, qarkullimi, pra të krijohet një qarkullim i rrjedhshëm dhe pastaj mbeturina që prap ne kemi probleme, nuk arrim dot ta zgjidhim këtë punë me gjithë investimet e mëdha, me gjithë përgjegjësitë, me gjithë nivelin e lartë që kanë tani kryetarët e bashkive, të paktën të qyteteve bregdetare, nuk arrim dot që këtë pikë ta perfeksionojmë. Ndoshta duhet në ligjëri më i fortë, pasi gjobat janë ato të cilat do ta detyrojnë këta njerëz që të kenë mundësi ta ruajnë ambientin si gjën më të rëndësishme, pasi 26% e prodhimit përgjithshëm bruto vjen nga turizmi, indirekt apo direkt, kështu që ne nuk do kemi industri tjera, pra turizëm, bujqësi janë dy industritë që do të hyjmë në Europë dhe duhet i bëjmë zmetin në kuptimin e mirë të fjalës për të qenë gjithë brezat, si më thënë, turizmi nuk është më tani vetëm industri, turizmi është mënyrë jetese. Kështu që deri në vitin 2040 numri i turistëve do të dyfishohet në botë. Dhe ky është një tregues shumë i rëndësishëm për të kuptuar që pra ka një perspektivë gati 15 vjeçare që do jetë një industri e rëndësishme për Europën. Deri në vitin 2050 do të dyfishohet numri i fluturimeve, domethënë, kështu që janë disa tregues që e lidhin Shqipërinë ngushësisht me turizmin, dhe ne pavarësisht se duhen zhvilluar edhe industritë e tjera prodhimi, por turizmi është kryesor. Kështu që ne jemi të përgatitur si sektor, në përgjithësi ka një eksperiencë të gjatë tashmë. U vonuam pak qeveria, u vonuam pak në shpërndarjen e stacioneve të plazhit, pasi edhe si vjet u ndrua përsëri ligji për këtë punë, dhe kombinimi i tre aktorëve, pra qeveria, pushteti lokal dhe bizneset, bën që na kapte me vonesë. Temperaturat e larta që filluan që në pjesën e dytë të majit e kanë bërë Shqipërinë një vend të vizitueshëm nga rajoni, kështu që shpresojmë që ky vit jetë shumë herë më i mirë se sa viti që lan pas. Do të them prapë për të treguar që sa ndikuan kryesisht avionët low cost, pse Shqipëria ka një trend në rritje në raport me vende të tjera të Ballkanit, etj. Por kthehemi tek ky zoti Sara, që zjarri në verë sigurisht që ka ndikime. Ka ndikim në jetën e njerëzve, ka ndikim në ekonomi, por ka ndikim dhe në turizëm. Dhe shpeshherë problematika kanë qenë disa zona të cilët janë kthyer si betejë, po themi, ku gjitha infrastrukturat e sigurisë, policia, mbrojtja nga zjarri, emergjencat, pushteti lokal janë marrë pikërisht me këtë fenomen. Dhe ky vazhdon dhe nuk e di sa dhe si është punuar për këtë verë. Vlerësoj shumë fjalën e drejtorit Hita, i cili njoftoi në telegramet për dha porosi për gjitha drejtoritë qendrore, drejtoritë rajonale të policisë, ku kërkoi të mbanin kontroll të gjithë ata që kanë histori me zjarrvënien dhe personat të cilët kanë qenë problematik që të mbahen në mbikëqyrje, duke menduar që të parandalohet sa ti të mundur zjarri në pyje. Ai ka kapacitetet sot edhe me këto makina që ju merrni, dhe ata do jenë mjaftueshme ato për përballuar zjarret e mundshme në pyje, apo duhet kemi dhe flot ajrore, siç janë helikopterët apo pajisje tjera ku her pas here i marrin nga vendet tjera. Pikërisht edhe sot takimi i sotëm këtë qëllim ka pasur, hartimin e planeve të përbashkëta për sa i përket marrjes së masave në parandalimin e vatrave të zjarrit në të gjithë territorin e Republikës. Të gjithë neve si drejtorë të përgjithshëm të institucioneve ligjzbatuese, Policia e Shtetit, Agjencia Kombëtare Mbrojtje Civile, Urgjenca Kombëtare, Drejtoria e Përgjithshme e Mbrojtjes nga Zjarri, dhe gjithë drejtuesit e 61 bashkive kanë qenë në takimin e sotëm, ku dhe kanë
diskutuar për sa i përket planeve të përbashkëta për të minimizuar sa më shumë në takime që këta do ndërmarrin, më saktë kanë filluar të ndërmarrin nëpër njësitë administrative me kryepleqtë e fshatrave, me ngritjen e grupeve vullnetare, me sensibilizimin e vetë komunitetit, sepse parandalosh është gjë më e mirë sot që mund bëhet për sa i përket uljes vatrave të zjarrit, pra. Dhe ky parandalim vjen vetëm si pasojë e sensibilizimit të mbar qytetarëve, por jo vetëm edhe turistëve të huaj që vinë në vendin tonë, për t'i drejtuar ata, për t'i mësuar rregulla bazike, mjaftojnë për të dhënë, për të informuar në mënyrë që të mos kemi vatra të shtuara zjarri. Për sa i përket kapaciteteve të shërbimit të zjarrfiks në shkallë republike, patjetër që kapacitetet sot nuk mungojnë, nuk kanë munguar dhe më parë kapacitetet. Ajo çfarë agravon situatën e vatrave të zjarrit është terreni i vështirë sikudo. Pra në çdo vend ku terreni është i vështirë, ndërhyrja e zjarrfikseve komplikohet dhe bëhet dhe më e vështirë. Zjarret ndonjëherë janë komplekse dhe shumë e vështirë që ti menaxhosh në terrene ku nuk aksesohet me mjete zjarrfikse, dhe ne pikërisht për këtë kemi dërguar shkresat për kace pranë bashkive. Çdo vit e bëjmë këtë gjë, ka reagime nga bashkitë për të hapur rrugë kalimi për shërbimin zjarrfik, duke bërë pastrimin e platacioneve të pemëve, të shkurrëve, gjë e cila bën që edhe të parandalojë dhe të mundsojë shërbimin zjarrfiks për të fikur vatrat e zjarrit edhe në terrene të vështira. Për sa i përket flotës ajrore, në asnjë rast nuk ka munguar ndërhyra nga ajri, si nga vendi, por edhe nga vendet fqinje, pra na kanë ardhur në ndihmë në çdo rast ku ne kemi kërkuar. Tashmë Shqipëria është pjesë e mekanizmit evropian, siç edhe ju e dini, ajo aderon në mekanizmin evropian. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile në çdo rast ku ne kemi kërkuar na mbështes me forca ajrore, na kanë mbështetur me helikopterët që sot ushtria disponon, por jo vetëm, dhe me ndihmë nga Brukseli në çdo rast, gjë e cila në rastet ku ne zjarrit kemi pas të komplikuar, marrim rastet e zjarreve në vitin e kaluar, siç patëm në Gramsh, në Delvin, pra në disa zona të tjera të vendit ku nuk ka munguar ndërhyrja nga ajri, por e theksova edhe më parë, është gjithmonë është terreni i vështirë ai që e bën zjarrin kompleks në ndërhyrje, në një fikje të shpejtë dhe efikaste. Zjarrfiksit kanë kaluar me masa shtesë sigurie përveç 24 orë në 7 ditë të javës që ata kanë turnin që bën çdo ditë në shërbim të komunitetit, kanë kaluar me 25% shtesë efektivi me grafik të gatshëm, gjë e cila bën që të përforcohen numri i zjarrfikse, por jo vetëm dhe i mjeteve zjarrfikse, dhe duke hapur dhe stacione të reja provizore, vetëm në zonat malore, por edhe ato bregdetare, pra duke qenë se ne kemi një numër të shtuar turistësh në këtë sezon, atëherë ne na lind nevoja që të kemi stacione zjarrfikse provizore në disa pika ku është e nevojshme, me personel të përforcuar dhe me mjetet e nevojshme. Policia e shtetit, unë kam bërë një takim me zotin Hita ditë më parë para prak, ku kemi diskutuar për një plan masash të përbashkët, ku më pas do të finalizohet dhe një takim zyrtar me stafin e drejtorisë përgjithshme dhe stafin e drejtorisë përgjithshme të policisë shtetit dhe ato të mbrojtjes nga zjarri i shpëtimit, ku dhe do ketë një plan masash të përbashkët, duke bërë disa takime në disa qarqe të vendit për të vënë në lëvizje të gjithë strukturat operacionale, por jo vetëm dhe ato parandaluese. Është shumë e rëndësishme të parandalojmë në këtë rast Inspektoriatin e Mbrojtjes nga zjarri i shpëtimit, bashkëpunim me Policinë e shtetit, me atë pyjor dhe emergjencat civile vendore që ndodhin, pra duke i bërë bashkë për të krijuar dhe për të koordinuar, për të bërë takime dhe të gjitha njësitë administrative, duke marrë takime, duke filluar nga çobanët që janë shumë të rëndësishëm në këtë rast, pasi janë gjatë gjithë kohës në terren dhe mund na informojnë, mund na lajmërojnë, reagimi i hershëm është shumë i rëndësishëm, dhe ngritjen e grupeve vullnetare me gjithë banorët në ato fshatra ku janë në cepin më të largët, duke i trajnuar, duke ofruar atyre mjete bazike për të fikur vatrat para prakë të zjarrit. Patjetër që do të shpërndahen dhe broshura me informacione të nevojshme dhe shumë dobishme për qytetarët, në mënyrë që ata kur të duan të pastrojnë qoftë edhe platacionet e pemëve në baqet ku ato kanë, të kenë
të kenë mundësinë që të bashkëpunojnë ministritë vendore me shërbimin zjarr fiks, që çdo gjë të bëhet e kontrolluar në mënyrë që mos të kemi vatra zjarrit pa kontrolluara dhe shpeshherë ata kalojnë në për masat më dha dhe kthehen në kurthe vdekjepuse për vetë ata, por edhe për banorët që janë përreth. Shumicën e rasteve vatrat e zjarrit janë nga njerëz të moshuar, pra që janë moshë e tretë. Ata mundohen të bëjnë pastrimet e shtëpive të tyre, të platacioneve të baqës tyre dhe zjarri u del nga kontrolli. Ne kemi vazhduar të bëjmë thirrje, kemi vazhduar të bëjmë takimin në të gjitha njësitë, duke u konsultuar, duke informuar ata që në asnjë rast të mos ketë zjarre të pavullnetshme dhe të pakontrolluara. Siç dhe sot Ministri i Brendshëm e përmendi, zjarret, Kodi Penal është ashpërsuar tashmë edhe për zjarrvënësit. Ata duhet të kenë parasysh, çdo kush duhet të ketë parasysh që Kodi Penal është shumë i ashpër dhe zjarri është një vepër penale e cila shkatërron pronën, por jo vetëm merr dhe jetë njerëzish. Kështu që në këtë rast nuk do të ketë asnjë lloj tolerimi, qoftë nga policia e shtetit, qoftë nga Inspektorati i Mbrojtjes nga zjarri shpëtimit, pra do të procedohet çdo person i cili shkakton zjarr me apo pa dashje në mënyrë që ne të minimizojmë sa më shumë vatrat e zjarrit në territorin e Republikës së Shqipërisë. Shkoi ju artikuluat shumë mirë të gjitha problematikat dhe përmendët dhe faktin që kanë struktura parandaluese. Për sa i përket strukturave parandaluese, flasim për pyetje gjithmonë për ato vende të cilët kanë vështirësi për të arritur mjetet e shërbimit zjarfikës, po dhe mundësia e menaxhimit të zjarrit, i cili kur ka dimension dhe në veçanti kur ka erë, shpërndarja dhe shpejtësia e tij bëhet e tillë. Por kur flasim për pastrimin e territorit, flasim për ato korridore të ndarjes midis parcelave, kur zjarri bie, krijohen ose e ndeq ose pastrohen nga pyet. Sidomos vendet ku kalojnë shtyllat e tensionit lart, ku janë kabllot dhe mundësia e atyre. Kush i kontrollon këto? Kush i ka për detyrë t'i bëj? Mundet ju t'i kontrolloni apo e ka pushteti lokal? Absolutisht që nuk është detyra jone të bëjmë kontrollin e këtyre zonave të thella malore, është detyrë e Ministrisë Mjedisit patjetër. Ata kanë një agjensinë e tyre për kontrollin e territorit. Inspektorati i Mbrojtjes nga zjarri shpëtimit bën kontrollin në gjithë territorin dhe lë detyra, merr masa parandaluese, bën bllokimin dhe procedimin e të gjitha institucioneve, pra qofshin ato shtetërore apo private në rast të mos realizimit të detyrave që lihen, qoftë për pastrimin e këtyre territoreve, por jo vetëm dhe marrjen e masave parandaluese të mbrojtjes nga zjarri shpëtimit. Të kalojmë në një spot publicitar dhe do të kthehemi pas pak. Mos u largoni. U kthyem pjesën e dytë të emisionit Alo Policia, Siguria në Fokus. Edhe gjatë pauzës publicitare patëm mundësi të diskutonim me të ftuarit, me Arben Carën, drejtori i mbrojtjes nga zjarri, me Zak Topuzi, është kryetari i shoqatës hotelerisë dhe turizmit. Zoti Topuzi, sa ka ndikuar ose sa ndikon turizmi tek turizmi kriminaliteti, problematika që ka? Dhe e dyta, sa ka ndikuar konflikti në Iran? Ka një prurje më shumë, po themi, drejt vendeve mesdhetare, kryesisht ka përfituar Shqipëria nga kjo situatë? Shqipëria tashmë konsiderohet vend i sigurt për turistët.
Dhe kjo nuk është çështje se e themi ne, por ndikon edhe tek informacionet që ata marrin nëpërmjet po themi motor të shitjes akomodimit, dhe kjo edhe duket. Pra, po të shikosh ke turistë cilët lëvizin me familjen, pra nuk janë turistë individual, me fëmijë të vegjël, lëvizin në çdo rrugë, lëvizin me bicikleta, me motora, me makinat e tyre, dhe pothuajse nuk ka raste të po themi të shqetësuese në krahasim me vendet e zhvilluara. Dhe kjo është një gjë e mirë për Shqipërinë. Gradualisht ka ardhur duke u përmirësuar imazhi dhe tashmë jemi vend i garantuar. Qytetet e tjera të Europës janë më të rrezikuar, kur ulesh në tavolinë për në bar, ti vjen kamarier thotë mos le asnjë gjë, as celular, pasi është rrezik për tu vjedhur. Pra, kemi kaluar këtë fazë me sukses dhe është gjë pozitive. Lidhur me situatën në linjën e mesme, sigurisht që situata në linjën e mesme ka bërë një transformim të mënyrës së turizmit. Janë gati 100 milion turistë që lëvizin në këtë zonë, dhe besohet se rreth 40-38 milion turistë nuk do të shkojnë më në këtë territor, pasi flasim për turistë, jo vetëm turistët low cost që shkojnë thjesht për ta parë, por një pjesë e turistëve të botës që janë me të ardhura të larta, që kanë prona, që vizitojnë resortet, e kështu që Europa ka shansin për të pasur dhe ka përfituar nga largimi. Nuk është vetëm ky, por dhe turistët e linjet mesme kanë frekuentuar Europën për arsye se nuk lëvizin dot brenda vendeve të tyre. Kanë përfituar më shumë Franca dhe Spanja si dy liderët kryesor të turizmit botëror, pasi ata kanë dhe kapacitete për të përshtatur këtij lloji turizmi. Ne nuk kemi pjesë e devijimit të linjave ajrore që mund të përfitonin nga këtë rast, në rast se aeroporti i Vlorës do të ishte në funksion, do të ishte një gjë pozitive. Pra, kjo linjë do të kapte një pjesë të këtij fluksi. Megjithatë, ka shumë turistë të cilët kanë devijuar dhe janë duke ardhur në Shqipëri, por nuk bëhet fjalë për turistët e nivelit të lartë dhe VIP, të cilët shpenzojnë dhe lënë të ardhurat, pasi ne kemi shumë pak kapacitete, 1% kapacitete akomoduese, me hotele me 5 yje, resorte, dhe këtu nuk është se do ketë në ndikim madh, pasi ata janë pothuajse të prenotuar. Dhe pra ky është pak a shumë ndikimi. Pra do të ketë një ndikim periferik dhe një pjesë pires që tani, pra njerëz që kanë planifikuar të udhtojnë në Dubai nëpërmjet linjave nga Shqipëria, e kanë devijuar atë dhe kanë ndetur, pra planifikon një javë në Dubai, ka ardhur nga Anglia dhe është stacionuar një javë në Shqipëri, pasi nuk ka si ta djeg pushimin. Të huajt i planifikojnë një vit përpara. Domethënë kjo është pak a shumë situata, pra nuk arrim do të përfitojmë nga turistët e luksit, por kemi përfituar nga turistët e tjerë të cilët kanë zgjedhur Shqipërinë për të mos djegur pushimet e vitit. Sa kanë ndikuar linjat low cost, sepse qeveria shqiptare kur bëri politikat e saj për të rritur dhe për ta kthyer vendin në një vend që ta ketë industri turizmin, sigurisht që fillimisht dukesh si e pabesueshme, por fakti i futës se linjave low cost e bëri të frekuentuar shumë vendin. Dhe janë pikërisht këto linja, apo janë dhe politikat të tjera që qeveria shqiptare bën në raport me politikat për turizmin? Kryesisht linjat e low cost kanë bërë mundur që jo vetëm të vinë turistë në Shqipëri, por dhe shqiptarët të dalin jashtë për të parë vendet e ndryshme, dhe ajo shpreha tani është pothuajse e pranueshme që është më mirë të dalësh se sa të rish në shtëpi se do konsumosh më shumë. Me 40 euro. Si është ky raport midis personave që hyn dhe dalin? Të ardhur nga turizmi janë diku 5.4 miliard dhe ato që dalin janë diku 3 miliard euro.
Pra është një raport pozitiv, por në fakt ne duhet punojmë për të marrë më shumë të ardhura nga turizmi i vendit, pasi në raportet e fundit dhe analizat e fundit që bën Organizata Botërore e Turizmit rezulton që Europa, pra vendet europiane, për vitin 2025 kanë arritur 52% e të ardhurave të këtyre vendeve vinë nga turizmi vendas. Pra vendasit po preferojnë t'i lënë të ardhurat e tyre në Shqipëri. Dhe për ne duhet të bërë kjo gjë, dhe sigurisht strategjia që ka bërë qeveria për 2026-2030 në turizëm presupozon ngritjen e strukturave mixed use, që presupozon destinacione që janë në funksion 12 muajt vitit dhe kanë në brendësi hotelet cilësore, apartamentet, vilat që jepen për turizëm dhe portet e jateve, shërbime që lidhen me restorante që nga ato popullor deri në ato cilësor, ambjente shërbimish, dhe kjo bën që këto zonat funksionojnë gati 12 muajt vitit, kenë punojës që punojnë 12 muajt vitit, dhe kjo mban të gjithë zonën e destinacionit, për e mban si më thënë, në gjendje pune, pasi ata gjithë kjo zonë kërkon punojës, kërkon prodhime vendase. Sot ky lloj modeli është modeli më i suksesshëm. Iku nga loja modeli resort, të vjen një rip këtu dhe hapi vërtitu brenda. Njerëzit duan ta shijojnë vendin ku ata shkojnë dhe duke u përzier turisti i pasur pra elitar me turizmi vendas dhe mundësia për të konsumuar kudo, e bëjnë këtë territor, domethënë këtë destinacion shumë efektiv. Modeli më i mirë është sigurisht Sani Beach në Greqi, që është tamam në funksion të turizmit dhe ka shumë pak vila të shitura në të tretë për imobiliare, dhe gradualisht ky është viti i fundit që një pjesë e ambjenteve të shërbimit kanë mbetur jashtë strukturës së Sanit dhe menaxhohen nga të tjerë, nga viti tjetër, të çdo pjesë, çdo subjekt shërbimi në territorin e Sani Beach do të jetë pjesë e Sanit dhe do të jetë në drejtimin e tyre dhe me menaxher që do të zbatojnë parimet e këtyre për të rritur standardet dhe rritur cilësinë. Sigurisht Malizi është lider në Ballkan, ka dy porte të rëndësishme, porti Montenegro dhe Porto Novi, që kanë këtë strukturë, dhe po ta shikosh gjatë gjithë dimrit, gjatë gjithë vitit, fundjavat në pikat kufitare shqiptare mbushen në dalje në Shkodër, mbushen me turistë që lëvizin nga Shqipëria apo Malizi apo Kosova, që shkojnë në këto vende pasi janë në vendet cilët t'i japin të gjithë llojet e shërbime. Pra ti mund mos kesh para për të shkuar në një hotel me 5 yje, por ke apartamente, ke vila, nuk shkon dot në një restorant luksi, por ke restorante të zakonshme, fast food dhe qyteti merr një zhvillim apo zona merr zhvillim përgjithshëm. Shpresojmë që qeveria ta zbatoj këtë pikë pasi e ka vendosur në strategjinë e saj, dhe një pjesë e këtyre po themi lejeve ndërtimi që janë dhënë për ndërtimet Bregdet të kenë tashmë këtë funksion, jo thjesht stimulim për investitor strategjik dhe ndërkohë ata pjesë më të madhe shesin për imobiliare. Sara, i kthejmë përsëri fillimit, kur të gjitha këta struktura që përmenda në drejtimin e ministrit brendshëm ishin së bashku për të trajtuar këto problematika të cilët lidhen me sezonin turistik, por dhe me periudhën e nxehtë të vitit. Tani, gjithë prej tyre kanë nga një sallë operative, policia shtetit ka sallë operative, ju keni sallë operative, po kur ju jeni gjithë bashkë, a mund të ketë dhe mund të shkohet drejt një projekti për një sallë të përbashkët? Është një projekt, një sallë të përbashkët, ku ne me urdhër kryeministrit kemi më shumë se 6 muaj që
punojmë për atë projekt për ta unifikuar, për të pasur një dyshin në gjithë territorin e Republikës Shqipërisë. Jemi duke punuar nga grupes ekspertës, po merren modele të ndryshme të vendeve të rajonit, por jo vetëm dhe të Europës, për ta implementuar dhe në Shqipëri, por akoma nuk kemi arritur deri në një përfundim për ta implementuar, pra, për ta zbatuar. Ajo çfarë mund të them është që në të gjithë territorin e Republikës Shqipërisë funksionojnë numrat e telefonit të shërbimit zjarr fiks 128, është numri i shërbimit zjarr fiks ku qytetarët ftohen në çdo rast nevoje të telefonojnë, pasi është numri që në 24 në 7 ditë e javës është i hapur dhe i vjen në ndihmë çdo qytetari, jo vetëm për rastet e zjarreve, por të aksidenteve, të një nevoje ndihme që ai mund të ketë në një rast të caktuar. Patjetër që edhe policia e shtetit, edhe numri 112 dhe numri 129, 126, 127, pra të gjithë këto numrat e emergjencës, 125, të gjithë numrat e emergjencës janë në funksion të qytetarëve. 112 është një nga numrat primar për sa i përket turistëve, pasi ata njohin përdorin 112. Italia kryesisht 112 e kanë të ezaruar, kanë në vendin e tyre dhe besoj që shumë shpejt do ketë një unifikim të numrave tanë. Që mund të jetë prapë 112. 112 do jetë numri në gjithë territorin e Republikës Shqipërisë dhe më pas ai do përcjell njoftimin sipas rast pas rasti do përcjell dhe njoftimin në sallën operative për të vënë në funksion strukturat operacionale, qoftë zjarr fikse, policia, emergjencat apo urgjenca. Ju po merrni, sikur se thatë, edhe cituat që qeveria shqiptare po kërkon të marrë automjetët të cilët do t'i vinë në dispozicion shërbimit zjarr fikës. A i keni kapacitetet njerëzore? A e muloni dot territorin? Sepse shtrirja, ngarkesa, sidomos zonat urbane të cilët sot po ngrihen dhe vertikalisht, dhe problemet më të mëdha po vinë tek ndërtesat e larta, përveç tregjeve, që ju keni pasur vështirësi, por sigurisht edhe punë të mirë të bërë. A i keni kapacitetet njerëzore? Vitet e fundit, decentralizimi i shërbimit zjarr fiks parambashkive solli rritjen në dyfishimin e numrave zjarr fikseve në shkallë republike. Pra, nga 750 zjarr fiks që ne kemi pasur në vitin 2015. Sa do të jetë për banor? Do ta them dhe atë, nga 750 zjarr fiks pothuajse që kemi pasur në vitin 2015, sot kemi 1380 zjarr fiks profesionistë në gjithë territorin e Republikës Shqipërisë. Ligji parashikon që të kemi 1500-2000 banor një zjarr fiks. Ky standard nuk është faktikisht në territorin e Republikës Shqipërisë, por mund të themi që në Tiranë, që është një nga qytetet më populluara, ne kishim rreth 85 zjarr fiks vite më parë, kurse sot aktualisht në Tiranë kemi rreth 200 zjarr fiks, pra vetëm në bashkinë e Tiranës. Kemi pasur bashkinë Kamës dhe Vorë që nuk kishin stacione zjarr fikse, por sot aktualisht ato i kanë. Kemi një stacion zjarr fiks, 2 stacione zjarr fiks në bashkinë Kamës, të strukturuara në të gjitha mjetet e nevojshme me stacione zjarr fikse dhe janë rreth 50 veta, pra nuk janë pak. Kemi në Vorë rreth 36 zjarr fiks profesionistë, pra do të thotë që kemi një shtim të numrit të forcave operacionale të zjarr fiksve dhe kjo ka bërë dhe ulje të moshës për pranimin në shërbimin zjarr fiks, pasi ligji parashikon që një zjarr fiks duhet të pranohet 90 vjeç dhe kjo ka bërë që mosha mesatare aktualisht e shërbimit zjarr fiks të jetë 35 deri në 40 vjeç, pra do thotë që dhe kjo ka ndikuar jashtëzakonisht për mirë, pasi më përpara zjarr fiksit mosha mesatare e shërbimit zjarr fiks i kalonte 45 vjeç. Bota ka vajtur drejt një teknologjie e cila po avancon gjithmonë më tepër dhe përdorimi i droneve është kthyer në një teknologji e cila i vlen jo vetëm luftës, sepse kur flasim për drone, po flasim për luftën, por do të jetë në shërbim të institucioneve, kryesisht kontrolli i territorit, siç janë për rastet e zjarreve, të shërbimeve të policisë, për kontrollin e plantacioneve, për kontrollin e vijës ujit e tjerë. Regjia nëse e ka gati, doja të jepni një video të shkurtër për një teknologji dronesh në para 2 emisionesh patëm një grup italian të cilët merren kryesisht me prodhimin e këtyre droneve dhe po të shikoni këto pamje kryesisht kësaj teknologjie, por çfarë përdoren dronet sot. Flasin për shërbime të mbështetëse të policisë shtetit, për emergjenca civile, shërbejnë për mbrojtjen nga zjarri
por njëkohësisht shikoni që baza e ngritjes dronit është një bazë ku nuk është dora e njeriut që mban dhe drejton dronin, por është teknologjia dhe salla operative. Droni ka një bazë të mbrojtur, ku droni në moment që merr komandën nga salla operative, ngrihet, pra nga kjo pistë e improvizuar, dhe shkon në atë destinacion, në atë drejtim dhe në atë qëllim që e drejton salla operative. Këta drone lëvizin ja momenti i kontrollit për zonat termike, pra ku përcakton nëpërmjet ngjyrave zonat të cilat kanë temperatura apo çfaqjet zjarrit, duke ndihmuar shërbimet zjarfikse në terren për vendet dhe zonat ku ka më shumë intensitet të zjarrit apo të shfaqjes së zjarrit. Këto drone fluturojnë nga 45 minuta deri në 6 orë, shkojnë deri në 20 km dhe kanë një shpejtësi të kontrolluar nga salla operative. Dronet kthehen përsëri në bazë, njëri nga dronet merr dhe rikarikohet dhe droni tjetër ngrihet dhe kryen detyra. Dhe a mund të ketë mbrojtje nga zjarri edhe një teknologji të tillë? Shqipëria ka treguar që politikat qeverise kanë shkuar drejt teknologjisë. Shqipëria ka një politikë drejt digitalizimit, po e njëjta gjë po shkon dhe drejt automatizimit duke përdorur teknologji të avancuar. Aktualisht Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile disponon dhe një sallë lëvizje operative, por edhe këta dronë që identifikojnë vatrat e zjarrit si gjatë ditës, por edhe gjatë natës, për identifikimin e vatrave, por jo vetëm dhe të temperaturave të zjarrit në këto vatra zjarri. Dhe na janë vënë në shërbim në çdo rast kur ne i kemi kërkuar. Pra vitin e kaluar, neve kemi bërë identifikimin e shumë vatrave zjarrit me këtë teknologji. A duhet të ketë më shumë dronë të tillë? A duhet ta përmirësojmë më shumë infrastrukturën, teknologjinë, sa i përket digitalizimit në radhët tona të shërbimit zjarfikës, patjetër që duhet, por aktualisht neve dronët e ushtrisë dhe të Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile kemi pasur në çdo rast për sa i përket identifikimit të vatrave të zjarrit edhe në kushtet e errësirës, por jo vetëm edhe për gjatë ditës. Vlen të theksojmë që edhe policia e shtetit me drone që disponon pothuajse në të gjithë qarqet e vendit na është vënë në dispozicion për të identifikuar vatrat e zjarrit, për të parë nga lart se si është i shtrirë gjeografikisht zjarri në mënyrë që të kemi mundësi për ta izoluar në një kohë sa më të shkurtër dhe pa rrezikuar dhe jetën e zjarfikësve, pasi terrenet e vështira e rrezikojnë seriozisht jetën e zjarfikësve në shumicën e rasteve. Do të kthehem pas pak tek ju, duke ju pyetur a ka shkollë për shërbimin e zjarfikës, ka Shqipëria kapacitete dhe mundësi, apo ka politika për të ngritur një shkollë të shërbimit të zjarfikës, sikurse kanë në vende të tjera të Bashkimit Evropian. Zoti Topuzi, ju folët që parë për strukturat akomoduese, për këto politika, për rritjen e numrit të turistëve dhe për disa avantazhe që Shqipëria ka, jo vetëm bukuria, por edhe ajo që ne themi është klasifikuar si një vend i sigurt. Ka në vend shumë struktura akomoduese ku ajo çfarë ka lulëzuar vitet e fundit janë banesat e qytetarëve shqiptar. Një pjesë të tyre janë të deklaruar, se janë deklaruar, janë B&B, her pas here janë përdoren dhe nga eskortat, pra është bërë si bazë për ta, po një pjesë janë përdorur edhe për lëndë narkotike, sa janë të kontrolluara. E ka kjo struktura akomoduese janë ky lloj informaliteti, sa përqind zë? Ka statistika? Sepse është ngritur një shqetësim për strukturat të cilët janë me shërbime, recepcioni e tjerë dhe konkurenca e padrejtë dhe e pandershme ndaj tyre sigurisht dëmton apo jo strukturat klasike të akomodimit. Ka informacione, raporti që ku është mbështetur dhe strategjia e turizmit përcakton që janë vetëm 22% kapacitet akomoduese hotele. Hotele, 22%. Dhe 78% janë Airbnb që jepen me qira ditore për turizëm. Ndërkohë që raporti në Europë është i përmbysur, pra janë vetëm 24% Airbnb dhe pjesa tjetër janë hotele. Sigurisht që kjo është një situatë jo normale, pra edhe ka bërë që dhe të rritet çmimi i blerjes apartamenteve, të rritet informaliteti. Qeveria ka bërë një përpjekje, shpresojmë që ky vit të jetë viti vendimtar për të formalizuar këtë treg, pasi Europa nuk diskuton formalizimin e tregut, sepse është një nga industritë, kjo formë është një nga industritë e cila
është e kontrollueshme në çdo moment. Pra ti nuk mund të regjistrosh një apartament me qira për ta marrë një ditë apo 2 ditë pa dhënë të dhënat e kartës identitetit, pa dhënë të dhënat e kartës kreditit, dhe kështu që është një element shumë i garantuar për tu marrë informacion, për tu kontrolluar. Ligji Europian i BE-s është përmirësuar ndjeshëm, pasi ky ka qenë pra identifikimi, nuk është çështje formalizimi, por ligji Europian është përmirësuar dhe motorët e shitjes janë të detyruar të japin informacion bashkive apo komunave apo shtetit si e ka strukturën vendi për shitjet mujore dhe vjetore të këtyre apartamenteve në shtetet përkatëse. Kështu që informacioni tashmë është fare i thjeshtë. Mjafton që shteti shqiptar të kërkojë zbatimin e detyrimit ligjor që ata e kanë dhe ti mund të marrësh informacion sakt se çdo subjekt çfarë veprimtarie ka bërë. Mjafton që të ngresh një zyrë në tatimet me një kompjuter të thjesht, pra është shumë e thjeshtë sot. Problemi i sigurisë ka qenë problemi kryesor dhe në Europë. Greqia së fundi, vitin që kaloi, vendosi klasifikimin dhe certifikimin me standarde, mbrojtje nga zjarri dhe sigurinë, pasi në rastin konkret kur ti tek ne ka një problem, ti mund të kesh një ambient mobiluar, por nuk ke asnjë lloj sistem mbrojtje, nuk ke asnjë sistem identifikimi dhe në rastin konkret është shansi që mund ta shpëtojë një turist në rast se nuk di nga zbresi, ashensori ndoshta nuk punon. Dhe të gjitha këto tash Europa i ka përcaktuar në mënyrë ligjore. Ne jemi në fazën që brenda 2027-s duhet që sektori i turizmit të standardizohet, të përcaktohen yjet dhe kjo fillon që nga apartamentet janë me standarde, që nga vilat dhe deri tek hotelet, sepse është detyrim i paketës për të futur në Europë. Dhe shpresojmë që gradualisht të futet në skemë dhe të klasifikohen, certifikohen, pasi dhe konkurenca e pandershme dëmton industrinë tjetër, e cila është vetëm 22%, pra dhe gjithë barën, gjithë shqetësimin e marrin hotelet. Pra sikur ata janë informalet kryesor, në fakt është një industri e cila do të ndihmojë edhe për të bërë strategjitë. Pra fola pak përpara që turizmi evropian 52% e të ardhurat vijnë nga turistët vendas. Ne nuk kemi asnjë informacion, Instati nuk llogarit asnjë informacion se sa lënë shqiptarët në Shqipëri. Pra sa ndikon. Dhe kjo është një tregues për të përcaktuar strategjitë e turizmit, mënyrën se si do të vazhdosh ta ndjekësh, ku duhet të drejtosh, po themi, investimet kryesore. Të shpresojmë që këtë vit të ketë një përmirësim të dukshëm. Drejtoria e tatimeve ka dërguar një shkresë zyrtare çdo subjekti që punon në Airbnb që të deklarojnë të ardhurat e tyre. Taksat nuk janë të larta, janë minimale për këtë sektor, po i kërkohet të ketë, si më thënë, paguaj ai që shet perime në treg, të ketë, po themi, numër fiskal, jo një apartament apo 2-3 që kanë sot, që me një apartament mund siguroj 1.000 apo 1.200 euro, 12.000 euro në vit është minimumi, të mos paguajës taksën minimale 6% që është TBSH-ja dhe një taks bashkie që është diku 50 euro për krevat, për shtret. Pra një apartament lëshuar me qira me 3 apo 4 shtretën, 200 euro taks bashkie ka gjithë vitin. Që unë i përmenda këto, sepse thash edhe si element të sigurisë kombëtare, përveç pa i quajmë çështjet të informalitetit apo jo, më shumë e ngrita në sensin e elementeve të sigurisë kombëtare. Sepse ne kemi trajtuar këtu në Fax News një emision veçantë kryesisht për eskortat që janë në Tiranë, dhe vetëm Tirana ka rreth 1.200 dhe deri në 1.500 eskorta, të cilët përdorin pikërisht këto ambiente dhe ato janë kthyer në zona të cilët janë prostitucion shqetësues për banorët, por dhe element rreziku për ata për cilët janë pjesë e tyre. Dhe
Ky ishte më shumë shqetësimi im kur unë pyeta dhe sa dhe si ne mund t'i kontrollojmë ato, sepse kanë qenë problem shqetësues për vetë banorët për jetesën e tyre. Do të Sara, meqense jemi edhe në fund të shumë rëndësishme edhe për qytetarët të dinë. Pyetja thjesht, ore si bërë zjarfikës? A ka shkollë për shërbimin e zjarfikës? Dhe pse ne insistojmë dhe duhet insistojmë qoftë në rreth emisionit ton që Shqipëria duhet shkojë drejt një shkolle të shërbimit të zjarfikës? Akademia e Sigurisë është i vetmi institucion i cili ligjërisht që ka të drejtën e arsimimit dhe formimit të strukturave ligjzbatuese. Në këtë rast edhe shërbimi i zjarfikës është pjesë e saj. Aktualisht sot është një kurrikulum miratuar për 620 orësh, ku 200 orë janë formim i përgjithshëm dhe 420 orë formim profesional për të gjitha nivelet e shërbimit zjarfikës, pra duke filluar nga rekrutimet, që bën një kurs bazik 1 mujor për pranim dhe më pas edhe për shkallët e tjera, pra rritja në gradë dhe kurset profesionale për të gjithë nivelet, që janë niveli bazë, niveli mesëm, niveli lartë. Këto kurse kryen në Akademinë e Sigurisë, patjetër në bashkëpunim dhe me stacionet zjarfikëse, duke qenë se infrastruktura në Akademinë e Sigurisë nuk është e plot për të kryer një kurs siç dhe duhet kryet me standardet evropiane, por nuk ka munguar asnjëherë trajnimi i punonjësve të shërbimit zjarfikës, pasi janë stacione zjarfikëse që disponojnë të gjitha mjetet e duhura, të cilat na kanë ardhur në ndihmë për t'i trajnuar këtë zjarfikës. Pra, zjarfikësit nuk trajnohen vetëm në territorin e Republikës së Shqipërisë, neve i dërgojmë dhe në qendra të tjera trajnimi, siç janë në vendet e rajonit, dhe ato europiane dhe botërore, në çdo rast. Niveli bazë apo niveli drejtues? Bëjmë gjithmonë, flasim për nivelin bazë, por edhe niveli drejtues. Eksperiencat asnjëherë nuk na kanë munguar, shkëmbimi i eksperiencave, dhe kemi marrë dhe lektor të huaj për të na trajnuar në territorin e Republikës së Shqipërisë, në disa zona të vendit kemi bërë trajnime. Pra, patjetër që është në fokusin edhe të qeverisë shqiptare për të ndërtuar një qendër trajnimi e cila do të jetë punë në Akademinë e Sigurisë, ku do të jenë dhe siç do të jenë dhe qendrat e tjera trajnimit, pasi nuk është vetëm shërbimi zjarfikës që kërkon një qendër trajnimi, po është dhe Policia e Burgjeve, është Garda e Republikës, janë disa agjenci të tjera ligjzbatuese pra institucione varësie që kryejnë trajnimin në Akademinë e Sigurisë. Drejtoria e përgjithshme e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, si politikë bërëse, ka kryer të gjitha procedurat e saj, duke e ndihmuar, duke i vënë në dispozicion Akademinë e Sigurisë në çdo rast, duke dhënë asistencën e saj në politikë bërje për hartimin e kurrikulave dhe për ngritjen e kësaj qendre trajnimi. Erdhëm në fund të emisionit Alo Policia. Sot pata nderin të ndaj panelin me 2 drejtues, me Arben Cara si drejtues i drejtori i drejtorisë së mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit. Ju falenderoj në mënyrë të veçantë zotit Cara për dashamirësinë, për dëshirën e madhe që keni për të ndihmuar në komunikimin me publikun, i cili ka nevojë të mësojë sidomos për këtë shkencë dhe për këtë fushë dhe për këtë probleme që her pas here rrezikohet jeta e tyre, prona e tyre, por edhe ambientet ku ata shkojnë të akomodohen, dhe mbetëm i hapur për atë bisedë që kemi bërë në trajtimin e një teme të veçantë në praktik për sigurinë në shkolla, ku improvizimi për fëmijët dhe pjesë tjetër e emisionit që do të vlejë për ato rastet kur kemi probleme për zjarret, për fatkeqësi natyrore apo për raste tjera të vështira, që veprimet që duhet bëjnë nxënësit në shkolla lidhur me situata të tilla. Patjetër jeni të lutur të na vizitoni, pasi Inspektoriati i Mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit të ka si mision të saj, mision dhe punë të përditshme, kryen çdo ditë në shkolla publike dhe ato private trajnime, jepet asistencë teknike, jepet informacion mbi zjarrin, jo vetëm por edhe tërmetin dhe fatkeqësitë tjera natyrore. Në çdo rast që jeni të lutur të vini dhe pse jo të bëjmë një demonstrim në një shkollë apo kopsht apo institucion tjetër ku ju dëshironi, edhe për të shikojnë në mbar publiku se çfarë ndodh në një situatë dhe si duhet veprojnë ata në rastet e fatkeqësive të ndryshme. Faleminderit që ishte sonte me ne. Zoti Topuzi, ju falenderoj përsëri dhe juve në mënyrë të veçantë për atë kontribut që jepni sidomos për industrinë e turizmit dhe për strukturat akomoduese, duke përfaqësuar jo vetëm thjesht dëshirën e mirë për ta përfaqësuar sa më mirë po themi këtë sektor,
por duke ngritur problematikat se si ju mund t'i ndihmoni nërmjet ekspertizës tuaj të gjitha duke folur në emër të struktura akomoduese të gjitha atyre persone që nuk e kanë mundësinë e mikrofonit dhe nuk e kanë mundësinë e ekspozimit. Faleminderit shumë për prezencën tuaj në studio. Faleminderit dhe jo. Faleminderit të nderuar teleshikues. Po e mbyllim emisionin për sot, për sonde Alo Policia Siguria në Fokus. Do ta rishikoni përsëri këtë emision nesër ditën e shtunë nga ora 3 deri në 4 dhe ditën e hënë përsëri nga ora 15 deri në orën 16. Nga unë Fatin Softa, natën e mirë.
1, 2, 3 prova audio, 1, 2, 3 prova audio. 1, 2, 3 prova audio, 1, 2, 3 prova audio.